nuk e kemi të ngarkuar me shumë literaturë, për shkak që literatura humb edhe kohën edhe durimin e kandidatit. Siç e theka edhe më herët, njerëz po janë shumë prëngutë dhe po dojnë me mësu pak më shpejt. Tash na literaturën e kemi të personalizuar për secilin kandidat që janë materiale të veçanta. Ata që vinë vetëm për komunikim, si për shembull tezja jote, për shembull, përshëndes tezën shumë. Edhe unë përshëndes tezën e Sarandës, edhe e ftoj që nëse nevojitet pak humor. Po, ka për shembull kandidat që vinë vetëm për komunikim. Për ata nuk është që nuk ka literaturë, nuk është që nuk ka libra, po janë materiale specifike që ndihmojnë kandidatin për aftësi komunikuese. Ka kandidat që vinë për qëllime të ndryshme, akademike, studime jashtë vendit, dikush kërkon më shumë të avancon fjalorin, të zgjeron fjalorin. Pra, materiale ka, nuk është që nuk ka, por nuk ka libër që ti tash ti duhesh me i mësu edhe gjana të cilat nuk nevojiten. Libër të keq nuk ka, po gjana të cilat ta humbin kohën edhe durimin. Pra, na kalojmë direkt në temë. I mësojmë vetëm ato gjana që na nevojiten, edhe si rrjedhoj nivelet ecin shumë më shpejt se sa me metoda klasike. Diku 6 javë deri në 8 javë shkon për një nivel, se i mësojmë vetëm gjana të cilat na nevojiten.